Përshëndetje miq, ndodhem në rrugën e Kombit në hyrje të Kukësit. Shikoni se sa bukur pas krave të mi, dëbora e pazakont në mes të pranverës ka zbukuruar Alpet e Shqipërisë. Është shumë bukur, ndërkohë që rruga nuk është se kishte problematika, sepse duket që kanë hedhur krip gjatë natës. Gjithsesi, bëni kujdes, keni goma dimri, sepse nuk i dihet asnjëherë. Por kjo dëborë në pranverë që ka vërtet një mrekulli. Shikoni edhe vetë, shijojeni. Fakt jemi nisur drejt Kukësit, ku banorët kanë 2 javë që protestojnë. Protestojnë për rrugë. Më specifikisht ne do shkojmë në Has, në njësinë administrative Bytyç. Aty janë 6 fshatra ku banorët e kanë shumë të vështirë jetën për shkak të një rruge që izolon pra këto 6 fshatra. Na ndiqni në emisionin Fol të Radhës. Ju përshëndes nga Kukësi.